Jemi në një tjetër minare e cila vjen si një kujtesë e një historie gjithashtu të hershme dhe madhështore. Jemi në xhaminë e Allajbegis, një xhami e cila faktikisht është objekti i parë fetar në zonën e Dibrës së Poshtme. Një komandant, një funksionar i asaj kohe, me vizionin e tij, me pasurinë e tij, ndërton këtë xhami e cila do të thrasë për herë të parë ezanin në këtë zonë. Dhe përmes këtij ezani, përmes kësaj minare, ky mesazh do të përhapet në gjithë zonën e Dibrës. Rajoni i Dibrës, si të gjitha rajonet tjera, fillimet e para me Islamin i ka rreth fundit të shekullit 14. Disa zona janë më të shpejta në përqafimin e Islamit, disa zona janë më të ngadalta. Do të gjejmë që qendrat urbane janë më të shpejta në përqafimin e fesë islame. Përgjithësi zejtarët apo shtresa e elitës, aristokratët janë ata të parët që kanë hyrë në fe dhe në besim, pastaj ngadalë ata kanë ndikuar tek pjesa tjetër e shoqërisë. Në kohën osmane ose në regjistrat osman do të gjejmë që Dibra ndahej në dy njësi administrative, të cilat historikisht kanë qenë të lidhura me vilajetin e manastirit. Në Dibrën e Madhe, siç e quajmë ne sot, apo në termin osman Debrej Bala, që do të thotë Dibra e epërme, e sipërme, edhe me Dibrën e vogël, që është zona e Peshkopis, që me termin osman quhet Debrej Zir, Dibra e poshtme. Do gjejmë që pjesa e Dibrës së Madhe ka qenë gjithmonë më e zhvilluar dhe më e shpejtë edhe në përqafimin e Islamit. Prandaj po t'i referohemi atyre regjistrave që siç është rasti i Kamusil Alam të Shemseddin Sami Frashërit, ai përshkruan qytetin e Dibrës së Madhe dhe rrethinat e tij, e përshkruan atë si qytet mjaft vital, mjaft arsimdashës, një qytet që ka një numër të konsiderueshëm banorësh, 20.000 banor, po 20.000 banor në atë kohë konsiderohej numër jo i vogël, po ashtu një qytet që ka afërsisht 10 medrese, edhe duhet të bëjmë dallimin që një medrese nuk është thjesht një shkollë, po është një shkollë e nivelit të lartë. Pak a shumë me terminologjinë e sotme është një nivel fakulteti. Dhe do të gjejmë që gati përbrith çdo xhamie kishte një medrese me krye një muderris të madh, i cili kishte një numër të konsiderueshëm nxënësish. Sa i përket asaj Dibre që tashmë ka mbetur brenda kufive të Shqipërisë, brenda kësaj zone është fshati, sot ashtu i quajtur Burim, por historikisht ai është quajtur fshati Allajbegi, edhe emërtimi i fshatit vjen nga titulli ushtarak i një personazhi të dëgjuar në atë zonë. Allajbeg do thot kolonel i lartë i ushtrisë. Ai ndërton në këtë fshat një xhami, e cila vazhdon sot e kësaj dite, është fati i mirë që nuk është shembur plotësisht si xhami. Çfarë kujtoni, çfarë keni dëgjuar nga të hershmit për rolin, funksionin e kësaj xhamie, si ishin ditët e Ramazanit për xhami, si ishin hutbet e xumaz, si ishte, po themi, raporti që ndërtonin me hoxhallarët e dikurshëm, pra çfarë funksioni ka patur kjo në këtë zonë? Xhamia Allajbegis daton para 500 vjetësh dhe është ndërtuar nga Sheh Murad Begu, që ka qenë një prijës ushtarak. Gjatë këtyre 500 vjetëve, gjatë këtyre 5 shekujve, xhamia jo vetëm që nuk u prish nga koha, erozioni e tjerë, por falenderojmë Zotin që nuk u prish as nga ajo stuhia, ai tërmeti i vitit 1967, që prishi kisha edhe xhamia në të gjithë vendin tonë. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe, breza kuptohet që janë falur në këtë xhami, kanë mësuar në këtë xhami dhe miteti i kësaj xhamie vërtet ka shërbyer si një shkollë shumë e rëndësishme për kohrat. Mjafton të përmendim që shkolla e parë shqipe në fshatin tonë, në Allajbegi, është hapur para 107 vjetësh. Dhe nuk kishte se si të hapi në një vend tjetër përveç se xhamisë. Unë kujtoj me shumë nostalgji, kujtoj që këtu ka pasur breza fëmijësh, deri në 75 fëmijë kanë pasur këtu në xhami. Ato jo vetëm që vinin falin në akshamin, po merrnin edhe dije të ndryshme, histori profetike, merrnin dije nga Kurani, etj. Dhe sot ata janë bërë kuadro dhe ne vazhdojmë këtë punë. Edhe këtë vit unë kam pas një kurs veror këtu te kjo xhami
me fëmijët që mësonin ezanin, ikametin, histori profetike, etj. Dhe njëkohësisht unë inkurajoj që edhe t'jenë jo vetëm besimtar, por t'jenë edhe nxënës të mirë, të sjellshëm, të edukuar. Për vjetërsinë dhe lashtësinë e kësaj xhamie dëshmojnë edhe këta dy vare. Pra ka qenë praktik gjatë periudhës së Perëndimit Osmane që ndërtuesit e xhamisë varet e tyre vendosin pranë xhamisë si një mundësi për të kujtuar nga besimtarët me dua dhe me lutje dhe duke synuar shpërblimin e Zotit. Ky është një prej vareve më të vjetra, më autentike, i cili ka 3 pjesë lart të shahadeti, pra la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Reshti i dytë është Ali Subashi. Subashi ka qenë një titull pra funksion i rëndësishëm në periudhën e Perëndimit Osmane dhe pikërisht në fund është viti kur ka ndruar jetë 995, viti Hijri, pra rreth viteve 1580, dhe pikërisht ky mendohet që ka qenë djali i ndërtuesit të kësaj xhamie me varin e nënës së vet. Pra këto janë gjurmë të një historie shekullore, të një historie madhështore, të një historie e cila duhet të njihet ndër breza. Për fat keq është dëmtuar minareja e saj, siç është dëmtuar minareja shumë xhamive të bukura të Shqipërisë. Xhamia e Allajbegis dhe fshati ka marrë emrin prej vetë xhamisë dhe prej vetë titullit të këtij burri shteti, është e viteve 1570 afërsisht, që konsiderohet po ashtu një datë shumë e hershme. Kjo tregon që ka patur musliman, ka patur në xhami dhe në atë kohë, edhe pse jo domosdoshmërisht e gjithë zona apo i gjithë fshati të ishin musliman, por kishte prezencë të muslimanëve, qofshin ta bejler të zonës, qofshin ta aristokrat apo njerëz që kishin status dhe detyra të ndryshme në shtet. Një zonë interesante për të studiuar është zona e Radomirës ose e Kalas së Dodës. Dhe është një zonë që ka nxjerrë një numër të konsiderueshëm dhe hoxhallarësh dhe muderrisësh. Unë kam patur mundësinë të studioj për një figurë, për një muderris të kalibrit shumë të lartë në Perandorinë Osmane që mbriti të bëhet zëvendës Sheikhul Islam. Pra zëvendës myftyu i përgjithshëm i gjithë Perandorisë Osmane, dhe aty jam surprizuar dhe vetë që ai ishte nga zona e Radomirës. Është një muderris i kalibrit të lartë, ka lënë shumë vepra në Stamboll, ai nuk ka mundur të kthehet më në Shqipëri, sidomos pas ndryshimeve që ndodhen në Shqipëri, aty dhe ka ndruar jetë rreth vitit 1925, por pikërisht ka dalë nga kjo zonë, që tregon që vetë zona e Kalas së Dodës ka qenë një zonë që ka patur muderris, ka patur hoxhallar të mirë, të cilët kanë përgatitur, po themi, kuadro të tillë. Pastaj këto kuadro kanë vazhduar nëpërmjet Prizrenit udhëtimin e tyre dhe akademik dhe zhvillimin e tyre profesional. Ky quhet Hyssein Efendi Sadiku. Një ndër gjurmët më të hershme të islamit në këto zona është pikërisht kjo pllakë vendosur në xhaminë e vjetër të Radomirës, ku është shahadeti la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, dhe pllaka e ndërtuesit dhe restauruesit të kësaj xhamie është Rizai i biri i Muhamedit sipas kësaj pllakate, dhe gjithashtu janë vitet 1800 afërsisht kur është ndërtuar dhe mbas 25 vjetësh është restauruar. Ndërkohë pranë saj janë disa gur vari gjithashtu të vjetra, tipike nga trashëgimia islame gjatë Perëndimit Osmane. Normalisht koha dhe erozioni ka bërë të vetën dhe nga kjo xhami mbetet vetëm kjo pllakat si dëshmi, po ndërkohë si traditë kjo ka vazhduar, ku të rinjt dhe djemt e këtij fshati kanë ndërtuar një xhami shumë të bukur dhe shumë madhështore, e cila edhe ajo do të jetë pjesë e dëshmisë dhe historisë së lavdishme të këtij vendi. Dhe po të shihet zona e Kalas,
varrezat e vjetra, sepse varrezat janë tregues i jetës edhe i historisë. Kur shikojnë datat e vdekjes së këtyre personave, shpeshherë kur gurët e varit janë të ruajtur, aty tregohet dhe statusi që ka patur ai person që është brenda atij varri, ti kupton zhvillimin dhe ecurinë dhe historinë e kësaj zone. Jemi në zonën e Kalas Dogës dhe pikërisht në Radomir, një zonë e cila ka një fetari të hershme, madje edhe një fetari, po themi, heroike dhe rezistente edhe në kohë të vështira, po dhe një fetari e cila edhe sot ka gjurmë të dukshme. Çfarë mund të themi për këtë aspekt? Është zbatuar feja edhe në kohët më të vështira, arriti të mbijetoj duke falur namaz, duke falë taravi, duke agjëruar Ramazanin masivisht. Si është agjëruar Ramazani dhe si është falë teravia në një kohë ku ligjërisht ishte ndaluar, madje shumë njerëz janë burgosur për këto veprime? Faktikisht një nga karakteristikat e zonës që kanë ndikuar pozitivisht ka qenë edhe mezhliset, ato ka qenë po themi një kovende të vogla që mësonin trashëgiminë fetare nga brezi në brez, edhe kuptohet që ndoshta në një mënyrë pak të fshet ka qenë agjëruar Ramazani, edhe me sfida. Taravit kanë qenë falur në për këto lagjet në përdhoma shtëpish, dhe kështu domethënë ka vazhduar me sfida. Shpeshherë ajo konsiderohet si oazi i besimit brenda shkretirës së ateizmit. Specifikisht në zonën e Dibrës, kjo ka qenë zona më fetare, zona e cila edhe në periudhën më të ashpër, më të egër ateiste, komuniste, është një zonë e cila i ka ruajtur në përgjithësi rritet fetare dhe i ka kryer ato rregullisht. Ata kanë agjëruar rregullisht në nivel të madh, po s'më thënë i madh dhe i vogël, kanë agjëruar komplet, kanë falur namazin e teravive në për odat e tyre, në për konaqet e tyre, kanë bërë bajram me njëri tjetrin, po jo duke dalë në shesh, thjesht si thonë vetë banorët e vjetër të asaj zone, thjesht nuk kanë mundur të falin namazin e xhumas haptazi. Por i kanë respektuar të paktën Ramazanin, e kanë bërë në mënyrë shumë normale. Brezi i mëparshëm domethënë e kanë konfirmuar besimin në kohë më të vështira duke e mbajtur fen, kurse brezi i sotëm rinia dëshmon përsëri domethënë një nga asetet më të mëdha të kësaj zone janë rinia. Edhe këtë e dëshmon me ndërtimin e kësaj xhamie, tu jemi tek xhamia e Radomirës, e financuar nga vetë populli me kontributin e popullit që u ndërtua në vitin 2016. Këto jo vetëm që këto të rinj punojnë me dinjitet dhe me ndeshmëri, edhe e kanë rritur anën ekonomike të familjes të tyre, por gjithashtu kanë menduar që të kontribojnë edhe në drejtim të ndërtimit të xhamisë, sa xhamie të bukur që mund të themi që është stacioni i parë i turistave kur vinë në Radomir. Kush e hodhi idenë për të ndërtuar këtë xhami madhështore? Kush e mirëmban? Çfarë jete komunitare dhe islame ka kjo xhami? Faktikisht kjo erdhi si nevojë domethënë e kohës për të pasur një xhami më multifunksionale. Nismëtarët kanë qenë sa të gjemtëri, por edhe dëshira e popullit, banorët saj zonë, domethënë, e panë nevojshme që duhet me pas një xhami që t'i përgjigjë nevojave të tyre, edhe kuptohet që këtu kontributi i mërgjimtarëve ka qenë më i fuqishëm që kjo xhami të bëhet realitet, ndoshta edhe dëshira edhe me kontribuar vendlindje në këtë drejtim, edhe kanë kontribuar nga rinia islame e kësaj zone, po gjithë shtresat popullsisë, nga pensionisti deri tek mërgjimtari, domethënë kanë kontribuar që derisa u bë realitet ndërtimi i kësaj xhamie. Zona e Dibrës në përgjithësi është një zonë që ka qenë gjithmonë në front, në nivel fronti, dhe
është përballur shpeshherë me luftë, shpeshherë me sulme. Është një zonë e cila ka treguar gjatë gjithë historisë që është një zonë shumë patriotike dhe një zonë që kur është kërkuar, domethënë për të marrë armët, ata kanë rrëmbyer armët dhe kanë dalë të luftojnë. Pikërisht në emër të këtij besimi dhe në emër të vatanit të tyre. Një nga ngjarjet që e vërteton diçka të tillë është bareza e Shehit Ligut ose bareza e dëshmorëve afër fshatit Ceren, pra që është një nga fshatrat e njësisë së kalasë së Dodës. Aty bëhet fjalë për kur kanë hyrë serbët në ushtria serbe në atë zonë dhe ka bërë masakra të mëdha. Nëse shikojmë datat e vdekjes, do gjejmë që të gjithë janë të moshës 19 dhe 20 vjeçare, bëhet fjalë për një numër të madh të rinj të gjithë zonës, të cilët të gjithë janë mbledhur dhe janë ekzekutuar në të njëjtën ditë. Ata njerëz ja kanë qenë musliman të mirë, fetar të mirë, por kanë qenë edhe patriot të mirë. Të gjithë e dim betejën e qafës së Kolosianit, ato betejat e famshme të Elezi Sufit me shok. Të gjithë këta, po ti studiosh këta figura, këta komandant apo themi drejtues, ta kanë qenë ose fëmijë hoxhallarësh, ose besimtarë shumë të mirë, më thënë, praktikant, njerëz që kanë falur namaz, njerëz që të gjithë kanë dalë, në gjithë betejat e tyre kanë dalë me abdes. Kanë dalë dhe me qefinin e marrë me vetë, sepse e dinin që po shkonin drejt statusit të rënjes dëshmor. Me rrugtimin tonë kemi mbritur në xhaminë e vjetër të Peshkopis, një xhami e cila gjithashtu është një kujtesë e jashtëzakonshme e historisë të lavdishme të kësaj zone. Pasi pikërisht Peshkopia dhe Dibra në përgjithësi ka qenë zona që për të cilës kanë dalë ndoshta më së shumti hafizler dhe dietar, të cilët kanë ditur të bëjnë bashkë mes vlerave fetare dhe atyre adetare. Do të veçojmë këtu Vebi Dibrën, hoxhën e madh, dietarën shqiptar, patriotin e madh, gjithashtu do vazhdojmë me Ismet Dibrën, një patriot dhe dietar i jashtëzakonshëm, me Sherif Langun, një dietar dhe mësues i veçantë. Haki Sharofi gjithashtu ka qenë një personalitet shumë dimensional, dietar dhe studiues i jashtëzakonshëm. Xhamia e Peshkopisë është ndërtuar, mendohet herët në kohën e Perandorisë Osmane, por në kohën e Italisë është riparuar. Qyteti i Peshkopisë ka qenë i vogël, një qendër e vogël banimi, dhe kjo xhami, si thuaç, i plotësonte nevojat e qytetit, dhe në 1914, pikërisht në këtë xhami u hape para shkollë shqipe me Haki Sharofin, mësues të gjuhës shqipe, dhe me Zabit Kodra, që ishte hafiz, që jepte gjuhën arabe dhe mësimet fetare për nxënësit. Baba im në 1917 ka qenë nxënës i kësaj shkolle. Kanë qenë këta hoxhallarë dhe në aspektin pedagogjik, në shkencat e filozofisë, në shkencat e astronomisë, edhe kjo duket qartë, për shembull rasti i Vebi Dibrës. Vebi Dibra është, siç është një përfaqësues i lartë fetar dhe politik, nga krahu tjetër është nga njohësit më të mirë të filozofisë islame dhe ka dhe vepra të shkruara, për fat keq nuk gjenden sot, por i gjejmë aty këtu në shkrimet e tij dhe kuptojmë që ai ka qenë shumë i zhvilluar dhe i specializuar në këtë fushë. Ajo që dua të them është që ato medrese, ato shkolla kanë qenë shumë të zhvilluara për kohën. Vebi Dibra është, përveç se ka qenë mufti i Dibrës në një moshë të re, njëkohësisht ka qenë në nivelin e profesorit të medreseve të larta të Bursës, dhe ka paktën 3-4 dekorata nga vetë Sultan Abdul Hamidi, dhe ka emrime. Pra, nënkupton që në çdo moment ai mund të hiqte dorë nga ky posti i muftiut dhe të shkonte menjëherë të jepte mësim në medreset e larta të Bursës, të cilat po ashtu njihen nga medreset e nivelit të lartë në Perandorinë Osmane. Por siç tregon vetë dhe Vebi Dibra, kur gjithë Shqipëria, sidomos zona e Dibrës, është zona e parë që u përball me luftë, me agresionin serb, ai ka marrë pjesë në kongresin e Manastirit, ka marrë pjesë në kongresin e Dibrës. Në momentin që shpallet pavarësia në Vlorë, ai dërgohet si delegat i Dibrës
vetë mjeftiu i Dibrës dërgohet nga xhamati apo nga popullata si përfaqësues i gjithë zonës së Dibrës për në Vlorë dhe dihet fakti që Bebi Dibra përveç se ka qenë përfaqësues i Dibrës, ai është zgjedhur në atë takim edhe kryetari i Senatit të Vlorës. Pra që mund të themi është figura e dytë kryesore mas Ismail Gjemalit, madje po të marrim parasysh ndjeshmërinë fetare, sidomos asaj kohe, vendimet e Bebi Dibrës ishin shumë më të rëndësishme dhe më, po themi, decisive se sa vendimet e Ismail Gjemalit. Ajo që njihet më si institucioni më i vjetër fetar, apo po themi objekti më i vjetër fetar, është xhamia e qendrës së Peshkopisë, e quhet ndryshe xhamia e vjetër e Mahallës. Aty mendohet të ketë qenë një lagje, të paktën nga sa kemi dëgjuar, një lagje e vjetër që aty ka filluar zhvillimi dhe lulëzimi i qytetit të Peshkopisë. Dhe xhamia ka qenë brenda kësaj lagje, është konsiderohet objekti më i vjetër i qytetit, pra aty fillon dhe zhvillimi i zonës. Se feja në qytetin e Peshkopisë ka qenë një element shumë i rëndësishëm, njerëzit besonin, faleshin, agjeronin, atmosfera në qytetin e Peshkopisë, unë flas tash për vitet kur unë i kam jetuar, ishte me të vërtet një atmosferë shumë festive kur vinte Ramazani. Xhamia ndriçoheshte me ato ma shumë drita, njerëzit falnin vaktet edhe teravin. Ne si fëmijë merrnim me vete sejadet, lëkurat edhe shoqëronin prindit tanë që shkonin në xhami, me si fëmijë. Dhe kjo ndikoi shumë që ne të formohemi edhe përveç kësaj, babai kishte ato që i quheshin supare, në gjuhën turke duhet jetë kjo fjalë, abetare në gjuhën arabe na mësonte ne fëmijëve. Edhe deshallahu, unë im vlla shkoi në medrese 1948, Muhamedi, kurse unë shkova në 1959, po edhe unë në medresen e Tiranës. Do të kemi parasysh një gjë që pjesa më e madhe e këtyre figurave që u zhvendosën në zonën e Peshkopisë apo në Dibrën më poshtme, janë vetë nga Dibra e Madhe ose nga shehri, si quhet, nga qyteti. Në momentit kur sulmohet dhe pushtohet Dibra e Madhe dhe ndodhin ato zhvendosje të mëdha të popullatës, një pjesë e familjeve me emër me zë, për këtyre dhe shumë hoxhallar, një pjesë e tyre zhvendosën parësisht në qytetin e Peshkopisë, i cili ishte më i sigurt. Pastaj një pjesë vendosen dhe nuk lëvizin nga qyteti i Peshkopisë, një pjesë tjetër lëvizin dhe vinë në Tiranë. Do të veçoja edhe dy hafizler dhe dy dietar, dy hoxhallar të rëndësishëm në historinë dhe memorien moderne të këtij qyteti. Është pikërisht Kadiu Sali Ferhati, autoriteti moral i cili sfidoi me qëndresën e tij jo vetëm sistemi komunist, por çdo pushtet dhe çdo lloj presioni që u bë këtij qyteti. Është gjithashtu dhe Hafuz Pajaziti, Hafuzi i verbër i cili ndriçoi jo vetëm këtë xhami, por se gjithë qytetin. Dy personalitete të cilët qyteti i kujton me shumë admirim, madje edhe qytetarët aktual shumë prej tyre i kanë njohur dhe kanë përfituar nga këshillat dhe porositë e tyre. Do të mundohemi që të njohim diçka nga madhështia dhe nga urtësia e këtyre figurave të jashtëzakonshme. Drita islame është e pashujtur. Ajo është e përhershme, ajo drejtohet bashkë me njerëzimin. Intelektuali i cili është me të vërtet intelektuali i cili është me të vërtet për të përmendur është Sali Ferhati. Sali Ferhati ka qenë jo vetëm thjesht një ish medresist, por ai unë kam parë dhe bibliotekën e tij, kishte një bibliotekë shumë të bukur, shumë të madhe, me libra në persisht, osmanisht, arabisht,
Dhe i zotronte shumë mirë këto gjuhë, njëkohësisht edhe anglisht, edhe anglishten dhe italishten, sepse kishte punuar dhe Imam Tobori në kohën e Italisë. Ju dini që taborët italiane kishin një prift edhe një hoxh. Ai gëzonte një popularitet jashtëzakonshëm në mjedisin ku e ushtronte detyrën edhe ku jetonte, dhe nuk ishte fjala vetëm për banorët e Peshkopisë, por për gjithë zonën e Dibrës. Një figurë e plotësuar qoftë nga pikpamja e dijeve islame, po njëkohësisht edhe me një bagazh gjerë kulturor. Ai ishte i aftë të përgjigjej kërkesave të popullsisë, nevojave të popullsisë dhe të jepte mendimin edhe ndihmën e tij si udhëheqës shpirtëror, edhe në kushte të vështira, ku fjala e thënë ishte përmbante rrezik të caktuar, mund të çonte edhe në pasoja shumë të padëshiruara. Salih Ferhati bëri dhe përkthimin e Kuranit në gjuhën shqipe dhe e lanë dorëshkrim. Sigurisht që trashëgimia më e madhe e tij është përkthimi i Kuranit, dhënia e tij në shqip. Tu duhet të kemi parasysh se nuk kemi të bëjmë me një përkthim Kurani në kushtet e sotme. Ai e ka bërë të gjithë punën e tij përkthyese në vetmi të plot, me shumë pak literaturë ndihmëse dhe pa asnjë lloj këshillimi të jashtëm. Puna përkthyese është bërë gjatë kohës komunizmit, në kushte shumë të vështira në çdo aspekt të fjalës. Fakti që ai gëzonte një respekt jashtëzakonshëm në njerëz, dhe fakti që ai kishte një integritet pacënueshëm e bënin të paprekshëm edhe nga regjimi. Ai disa herë është provokuar, sidomos flasim për kohën me njëherë mbas 67-s. Pikërisht për këtë arsye, ai dhe punën që i dhan tej profesionit të tij e la brenda pak javëve. Do thotë dorëzoi çelësat e punës dhe nuk punoi fare më pastaj. Dhe ai ka qenë koha më e vështirë nga pikpamja ekonomike, se flasim për një familje të madhe që ju pret çdo lloj burimi ekonomik. Për këtyre figurave që po themi i mbijetoi regjimit, sistemit, është figura e Salih Ferhatit, i ndryshe që quhet, më thënë, Kadiu i Peshkopisë, që faktikisht ajo është një figurë shumë interesante, një figurë që bashkon mes një muderrisit mirë, ka qenë në nivel profesori, muderris, një fetarit mirë dhe një njeriu që e ka respektuar postin e tij, është postin e Kadiut. E veçanta e Salih Ferhatit, e Kadiut Peshkopisë, është që ai ka patur një kulturë dhe një diapazon shumë të gjerë. Është person që ka lexuar shumë, dhe po themi libra fetar, po dhe libra jo fetar. Ai thuhet që nuk ka pranuar të bëjë kompromis me sistemin. Ai ishte i guximshëm, edhe një aspekt tjetër të tregoj, kur në 67-ën mblidheshin nëpër komitetet e partisë konferenca të hoxhallarëve për të dënuar fenë islame. Në qytetin e Peshkopisë u organizu një takim i tillë në kinema, mblodhen hoxhallarët dhe shkon edhe këtë e thirrën ke shtëpia. I tha, ky nuk vi. Si nuk vjen? Me ç'të drejtë, tha, më thini mund të vinë në një mbledhje. Tha, s'keni asnjë të drejtë, unë s'kam dëshirë të vi, as nuk vi. Dhe i çuan edhe policin. Domethënë kjo tregonte se ai ishte me të vërtetë një besimtar i devotshëm, një besimtar që rriskun dhe atë kaderin e kishte tek Allahu, dhe Allahu e mëshiroft atij ku është, na ka lënë Kuranin të përkthyer shumë bukur, shumë pastër, në gjuhën shqipe. Salih Ferhati i rezistoi regjimit në një mënyrë, sfidoi atë me autoritetin e tij. Dhe autoriteti i tij nuk kishte të bënte thjesht me veshin klerikale, por kishte të bënte me integritetin e tij të pacënuar, që e bëri atë në mënyrë të vetvetishme të pacënueshëm. Do thot ai njinte shumë mirë jurisprudencën islame, por njëkohësisht njinte shumë mirë dhe të drejtën zakonore të Dibrës. Ndërthurja e këtyre me mençuri e bënte atë të dëshirueshëm dhe të nevojshëm për këshillim dhe përgjithje zgjidhje, edhe në kohë ku nuk ishte normale që zgjidhja të gjente te një figurë klerikale. Njerëz të caktuar, kur kishin probleme, halle të mëdha, shehurazi shkonin dhe konsultoheshin me Kadiun, pra me
me këtë borë të fesë, e pyesnin për çështje të ndryshme, për kanune të ndryshme, për konflikte që mund të kishte, kur ai merrte pjesë në ato të shkëlqyera konaqet e Dibrës, sepse Dibra njihet me konaqet e saj, dhe thuaj që të gjithë heshnin dhe të gjithë e kishin, më thënë, për aspirat të shërbenin në një konak ku ishte Salih Efendia, pra ku ishte Kadiu i Peshkopis, sepse kishin mundësi të dëgjonin informacione që nuk I gjenin dot në libra të tjerë. Edhe në kushtet vështira të represionit komunist, dera e tij ngeli në mënyrë të vazhdueshme hapur, ai sigurisht që kishte vend qendror kudo ku kishte oda burash, kudo ku mblidheshin njerëz, për raste të ndryshme, qoftë gëzimi, qoftë idhërimi, dhe thoshte fjalën e vet në lidhje me një situatë apo me një ngjarje të caktuar. Sigurisht që brenda kësaj ode burash kishte edhe provokues, kishte edhe njerëz që kërkonin të dinin diçka më shumë ose të nxirrin diçka më tepër prej tij. Por ai ishte I aftë ta kalonte këtë valë provokimesh dhe të përgjigjet si duhej njerëzve të ndryshëm, qoftë nëpërmjet aftësisë që ja jepte geni Dibrës, qoftë nëpërmjet bagazhit të tij kulturor. Pas 90-s, në larmin e atyre që I vizitonin, bënin pjesë edhe të huaj, misionar fetar të shumt në atë kohë, por edhe njerëz të ndryshëm që nuk kishin bënë fare me fen, të huaj që mund t'i përkisin edhe një besimi tjetër, por që ishin shumë të interesuar të takonin të dëgjonin për të, dhe të kishin një kontakt të drejt për drejt pasi ishin njohur me figurën e tij. Ai dha një kontribut dhe për zhvillimet demokratike pas 90-s. Ishte e zakonshme paraqitja e tij në tribunat e mitingjeve demokratike, por ai u zhgënjye shpejt me kaosin që e përfshiu shoqërinë shqiptare menjëherë pas 90-s. Nuk I pëlqeu as pak mënyra se si u perceptua liria, kaosi që e përfshiu popullsinë, kaosi politik, kaosi social, gjitha lanë shenjë jo të mirë ka ai. Dhe ai edhe në këtë pikpamje u toroq pastaj në veten e tij. Kur mlidheshin hoxhallarët e vjetër gjatë muajit Ramazanit dhe lexonin atë që quhet mukabele, pra mukabelen e Kuranit, pra leximin e Kuranit nga fillimi në fund, pjesa më e madhe e pjesëmarrësve ishin hafiz ose ishin hoxhallarë të vjetër që kishin mbetuar dhe akoma nuk kishin vdekur, dhe hoxhallarë të mëdhenj si puna e Salih Efendiut, Kadiut Peshkopis apo Hafiz Piazitit, Hafizi I verbër që I dha dritë, që kështu quhet, Hafizi I verbër që I dha dritë gjithë zonës Peshkopis. Mbaj mend gjithashtu shtëpia jonë ishte si një vatër ndryshe në thojë mund të themi si një celulë fetare ku gjithë ato xhallarët e vjetër që e kishin rujt fen edhe në kohë ndalume vinin her pas here tek Hafizi edhe I rikujtonin ato mësimet fetare edhe kishin si një lider, nëse mund të themi kështu, për ato mësimet e medresës apo mësimet që kishin mësuar për hoxhallarët që kishin në për fshatra. Hafiz Pajaziti vazhdoi të ishte një hoxh edhe pse feja u mbyll. Pra njerëzit për çështje fetare e vinin dhe konsultoheshin me të dhe e pyesin atë. Fiks. I ka qenë me të vërtet kanë qenë dy vata faktikisht në qytet, shtëpia jon edhe shtëpia e Salih Ferhatit, që ishin dy vata ku, domethënë, është rifresku dhe është rujt feja. Edhe e veçanta ka qenë se të dy e mbanin njëri tjetrin, edhe ku zhvinte ke shtëpia jon dhe mësonte diçka, pas se të largoheshte, Hafizi thonte do të ishte mirë që të kaloje një nga Salih Ferhati, domethënë mbanin njëri tjetrin. Dhe nëse dikush shkonte tek Salih Ferhati, I thote atij do të ishte mirë që të kaloje tek Hafiz Pajaziti, edhe të dy bashkë, domethënë e ruanin, si më thon, këtë në popull e kanë ruajtur atë fenë edhe besimin. Edhe pse I verbër, kishte shumë dëshirë për librat, sepse dikush tjetër ja lexonte dhe ai memorizonte nga ato që lexonin të tjerët. Edhe në shtëpinë tonë ka pas shumë libra fetar.
Unë si kuptoj ato, se në atë kohë nuk di arabisht, po mbaj mend të librat e vjetër, edhe pastaj më vonë, kur arrita që të kuptojmë nga arabishtja, atëherë kom kuptuar që librat që lexonte Hafizi me ato që dinin arabisht, ishin libra kryesisht tefsiri, sidomos tefsiri asaj kohë ka qenë një tefsir Ruhul Bejan, edhe atë kishin shumë për zemre, edhe atë gjithmonë vazhdimisht e lexonte me dikë tjetër, unë vetëm ne e shikonim dhe nuk kuptoni se çka diskutonin njëri me tjetrin, sepse në përgjithësi flisnin edhe arabisht, po edhe bën edhe komente gjuhën shqipe. Po kështu ka pas literaturat të kohës, revistat e Zëri i Nalt që kanë qenë të Komunitetit Musliman, Drita Islame, kanë qenë të rujtme dhe ne kishim në shtëpinë tonë një vend të veçantë për librat fetar dhe Hafizi me nostalgji, dhe më thonë, na edukonte edhe ne që timi pak më të kujdesshëm për këto librat fetar. Përsa i përket Kuranit, Kuranin e ka mbaruar si memorizim në moshën 25 vjeçare, edhe Hafizi sekreti i rutës së Kuranit ka qenë se ai gjithmonë ka përsërit Kuranin. Ne ishim në shtëpi, ai lexonte Kuran, dilim nga shtëpia e linim të lexu Kuran. Pastaj si u hap feja, këtu e kjo xhamia, kishte kohë që 2-3 vakte rriten në xhami. Vite për sabah, deri në drek mund të rriten në xhami, thirrte ezani sabahit, lexonte Kuran deri në kohën e drekës edhe rinte në xhami edhe përsëriste Kuran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Momenti i hapjes së xhamis ka qenë shumë i veçantë për Hafizin, ishte një përjetim shpirtëror, po edhe pse ishte përjetim gëzim shpirtëror, dukesh të shpreheshte edhe, si me thonë, edhe në mimikën, në fytyrën e Hafizit. Po nga ky moment, Hafizi, dhe me thonë, u emru, u caktu si muezin në xhaminë e qytetit, edhe e mori këtë detyrë me shumë përgjegjësi, me shumë amanet, edhe ashtu si që ndiu përgjegjësinë me amanetin, ashtu dhe e kreu, duke mos lënë asnjë kohë namazi, pa ardhe pa e thirrë ezanin, vetëm ndonjë rast shumë të veçantë që nëse nuk kishte mundësi, do ta lajmëronte dikë tjetër që vetëm ezanit mos ngeleshte pa u thirrë. Ishte ditë e xhuma, do hapesh të xhamia në Peshkopi. Dhe në momentin që u hap xhamia e qytetit Peshkopis, kati i parë u mbulua me qylyma që sollën njerëzit ca rrugica, ca gjëra, kurse në katin e dytë kishin shtruar një mushama si për dyshemes, edhe aty u falëm. Allahu e din se si u falëm, se ishim ngjitur me njëri tjetër, e me zor dëgjonim hutben, por ai entuziazmi ose ai si arri që po hapesh xhamia, po hapesh i të fen na përfshiu të gjithëve, edhe pas kësaj, pastaj vazhduan edhe u hapën xhamit edhe në të gjitha fshatrat ku ishin xhamit, edhe janë ndërtuar edhe të reja shumë në zonën e Peshkopis, janë ndërtuar edhe shumë xhami të reja.